أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut të gjithëmëshirshëm. Allahun e falenderojmë, mbështetje dhe ndihmë vetëm prej Tij kërkojmë. Paqja, mëshira, begati dhe mirësitë e Allahut, përshëndetjet tona të përzemërta qofshin për shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që e ndjekin dhe përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar besimtarë dhe besimtare, fillimisht të gjithë juve ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lutim Allahun xhalla xjalaluhu wa xhalla shanu që këto ditë Ramazani me agjerim dhe adhurime brenda tij, me lexim të Kuranit dhe ibadete të shumta, Allahu të I pranon dhe që të razi prej nesh dhe gjithë besimtarëve. Lutim Zotin xhalla shanu që çdo ditë që e kemi kaluar me agjerim deri në përfundimin e këtij mysafirit të madh, Allahu të na I pranon agjerimin ton, lutjet tona dhe veprat e tona të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, muaji Ramazanit, përveç që njihet si muaji I agjerimit, I Kuranit, I dijes, është edhe muaji I fitoreve të mëdha, që në historinë islame shënohen momente të arritjes së fitores që në kohën e pejgamberit ton alayhis salam, po dhe më pas në përhapjen e fesë Allahu xhalla shanu në çdo pjesë të globit. 20 Ramazan viti 8 Hijri në historinë islame është një ngjarje e ndritshme e cila I dha botës një kahje këtë ndryshe, që filloi rrezatimi dhe shkëlqimi I rrezeve të islamit në çdo cep të globit. Pra çlirimi I Mekkës. Fitoria që Rasulullahi alayhi salatu wassalam, që nga momenti kur u largua nga Mekkeja I mërzitur dhe I pikëlluar, atë natë apo atë ditë që u largu, u kthi nga Mekkeja dhe tha: "O Mekke e dashur, për mua je vendi më I dashur në zemrën time. Po mos të më kesh larguar populli yt, nuk do t'isha largu asnjëherë." Kësaj mërzie dhe këtij pikëllimi të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ja freskoi shpirtin dhe zemrën e tij Allahu nëpërmjet Xhibril alayhis salam, duke I thënë: "Innal ladhi farada alayka al-Qur'ana laradduka ila ma'ad." Me të vërtet ai që po ta zbret Kur'anin do të kthen në vendin tënd. Dhe vërtet premtimi I Allahut është I vërtet dhe I realt. Pas plot 8 viteve, pejgamber sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij do të hynë në Mekke fitimtar, çlirimtar dhe ngallëmtar. Por çfarë I priu çlirimit të Mekkës që t'i hapet rruga Rasulullahit alayhi salatu wassalam për ta çliruar Mekkën? Shokët e tij pas betejës së Bedrit, që ishte një fitore dhe një motiv shumë I madh I muslimanëve. Pastaj beteja e Uhudit, në fillet e saj ishte një dështim, por më pas I kthehen bindjes në Zotin dhe dalin fitues. E betejë pas beteje muslimanët e përhapnin mesazhin e fitoreve tek popujt të cilët apo fiset që I rrethonin në Medinë. Në vitin e 6 pejgamberit alayhis salatu wassalam në vendin Hudejbie ju ofru një marrëveshje të armëpushimit mes muslimanëve dhe idhujtarëve të Mekkës, që përbëheshte prej disa pikave, të cilat në fillim nga shumë shokë të pejgamberit ishin pesimistë se nuk janë në favorin e tyre. Por Rasulullah alayhi salatu wassalam
dinte atë që nuk e dinin ato se ishte informuar mirë nga Zoti i tij. Tha, këto janë në favorin e muslimanëve. Dhe këtu fillon përhapja e Islamit dhe çlirimi shumë shpejt i Mekkës. Janë pushim 10 vjeçar, fiset që do të jenë në mbrojtjen e ushtrisë muslimane në krye me Muhamedit alayhis salam, në një moment që do të luftohen, atëherë do të prishet marrëveshja dhe pejgamberi sa do të niset për në Mekë. Dhe kështu ndodhi. Pas 2 viteve, një fis i quajtur me emrin Khuza, që ishin në mbikëqyrjen e pejgamberit alayhis salatu wassalam, apo ishin në aleancë me Rasulullahin alayhis salatu wassalam, luftohen dhe sulmohen një natë në një vend e tyre nga idhujtarët e Mekkës, dhe kështu njëri prej tyre i quajtur me emrin Salim vendja përcjell mesazhin pejgamberit alayhis salam për prishjen e marrëveshjes. Dhe Rasulullahi alayhis salam nga ky çast fillon përgatitjen e ushtrisë për ta çliruar Mekkën e ndriçuar. Por pa i informuar shokët e tij për drejtimin ka do të shkojnë ato. Dhe kështu vërtet ndodhi, Rasulullahi alayhis salam përgatiti ushtrinë e cila numëronte diku mbi 10.000 ushtar, atë ditë i larguar i vetmuar, por sot do të kthehet një forcë që atë ditë e llogarishin të dobët, por sot do të kthehet i fortë pejgamberi në Mekë. Luqet e Eba Sufjanit si kryetari i Mekës ishin të shumta për ta kthyr marrëveshjen në veprim nga ajo që ishin marrë më herët vesh, por pejgamberi alayhis salatu wassalam veproi atë që e urdhëroi krijuesi i tij, i cili tha, nëse ata duan paqë, pra ati përkrahe, e nëse thehet atëherë marrëveshja e paqes, marrëveshja e besueshmërisë, atëherë do të luftohen idhujtarët. Dhe kështu pejgamberi alayhis salatu wassalam niset për në Mekë dhe pas disa ditëve arrin në periferin e Mekës, do të thotë një ditë para se të hynë me datën 20 Ramazan. Dhe Rasulullahi alayhis salatu wassalam donte që Mekëja, madhështinë e saj që e ka Qabja, edhe vendi i shenjtë i dalluar në rrotullin e tokës, nuk donte që të dirdhet gjaku, të prishen vendet, dëmtohet infrastruktura e Mekës, njerëzit e jenë të friguar sepse mesazhi i tij nuk ishte i tillë. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vërtet o Muhammed, ty të kemi dërguar mëshirë për botrat. Pra Rasulullahi alayhis salatu wassalam nuk ishte i dërguar atë që e veprojnë sot ata të cilët uzurpojnë toka dhe vrasin njerëz të pafajshëm dhe pastaj na shiten si njerëzit më të drejtë dhe më të mirë të njerëzimit. Pejgamberi alayhis salam me 20 Ramazan hin në Mekë të vitit të 8 Hijri nga 4 anët e Mekës për mos t'i jap mundësi banorëve të Mekës, idhujtarëve të Mekës, ushtrisë së idhujtarëve që të kenë mundësi që ta sulmojnë apo me ndonjë mundësi të tyre force ta luftojnë ushtrinë e pejgamberit alayhis salam. Por pejgamberi alayhis salam çdo herë i privilegjonte ata që ishin prisë të tyre, si Eba Sufjani, duke thënë se kush hin në shtëpinë e Eba Sufjanit do të jetë i mbrojtur, kush rrin në shtëpinë e vet dhe mbyll derën do të jetë i mbrojtur. Thash që në fillim se historia e çlirimit të Mekës është një histori edhe më e gjatë, që nuk do të mjaftojnë këto minuta të pakta, por ne nga kjo shkputje e shkurt do të nxjerrim disa mesazhe nga çlirimi i Mekës. Mesazhi i parë është mëshira dhe falja që pejgamberi alayhis salam tregoi për idhujtarët e Mekës. A di që pejgamberi e pastroi nga idhujt Qabën e ndriçuar dhe bëri tavafin 7 herë me shokët e tij, u drejtu nga Mekasit dhe tha, çka mendoni se do të veproj sot me ju? Të gjithë njerëzit thanë se ti je djalë fisnik, i djalit fisnik, i djalit fisnik. Pra Abdullahu dhe Abdul Muttalibi kishin autoritetin në Mekë. Atëherë pejgamberi sa tha, idhhabu fa antum at-tulaqa, ta shkoni se jeni të lirë dhe nuk i dëmtoj asnjë. E dita i dha fund idhujtarisë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Do thotë, më në Mekë nuk do të adhurohen idhujt, po do të adhurohet Allahu xhalla shanu, që në momentin e parë e urnoi Bilalin të hip mbi Qabe dhe ta thirr ezanin, atë të cilin e kishin thirr para 8 viteve se të bëjnë hijret. Drejtësia dhe barazia që pejgamberi alayhis salam tha, la farqa baina a'jamiyyin wal arabiyyin
illa bit taqwa, nuk ka dallim mes arabit dhe arabit, të bardhit dhe të ziut, përveç se me devotshmëri. Pra kjo është drejtësia që sot i mungon botës. Thirrja për paqe, pejgamberi alayhis salatu wasalam deshti që Mekkeja të miret në mënyrën më paqësore, pa mos u dëmtu asnjë. Prandaj edhe atë ditë që hyri tha inna fatahna laka fathan mubina. Pejgamberi sa e uli kokën e tij nga modestia, duke falënderuar Allahun xhalla shanuhu për këtë mundësi që Allah duke thënë se ne sot ta dham shërimin e madh. Dhe në surën An-Nasr Allahu i tha idha jaa nasrullahi wal fath, atë ditë kur ta dham fitoren dhe ndihmën, ora ejta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, do të shohesh njerëzit se do të hinë në grupe në islam. A ditë kur kishe frikë në Mekke ti thirrësh njerëzit në islam, sot njerëzit nga mëshira, nga drejtësia, nga paqja që tregove në çlirimin e saj, e përqafojnë islamin në grupe të mëdha. Dhe e fundit, liria e adhurimit, përveç atyre që i pengoi pejgamberi dhe i ndaloi adhurimin e idhujve, ata të cilët besonin në besime tjera, pejgamberi sallallahu nuk i dëmtoi dhe nuk i ndaloi nga adhurimi, por kërkoi dhe sqarimi ju dha që ta madhrojnë Zotin xhalla shanu. Prandaj shpresojmë që këto disa mesazhe të shkurta të jenë mësime dhe motiv për neve që një ditë ummeti Muhamedit alayhis salatu wasalam të ribashkohet në fjalën e Allahut dhe sunetin e pejgamberit alayhis salam. Shpresojmë që këtë ngjarje, lufta e Bedrit, çlirimi i Mekkës, muaji Ramazanit që është muaji i forcës dhe i fitorëve të muslimanëve, t'i kthehemi fjalës Allahut, sepse këtu jemi të fortë. Allahu në Kur'anin e Kerim thotë dhe për mbyllim, mos u dëshproni, as mos u mërziteni, sepse ju jeni më të ngriturit se jeni besimtar. Lutim Allahun që agjërimin e muajit të Ramazanit dhe çdo ibadet gjatë këtij muaji prej neve dhe gjithë besimtarëve Allahu të i bën të pranuara. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.